si është të jetosh në Roshnik. Është hera parë që unë vi, dhe e di që mbani për fikun, janë një zonjë më dha pala fiku, mbani dhe për ullinjt. Është e vërtet? Shumë e vërtet është. Po urdhoni të ulemi atë. Okej, le të ulemi. Gëzuar, tini mirë. Gëzuar dhe ju. Gëzuar. Tani ju shumë gjëra bëni vetë këtu rakin, vetë e ke bërë? Vetë. Vetë. Unë Ke vërsa rusha, po ke vetëm aq sa për vete? Unë sa për vete ka. Gjithë jetën tënde ti me çfarë je marrë? Unë kone e më pashme kam qenë tregti. Kam punuar në tregti. Më pas? Si të gjithë të tjerët, edhe unë emigracion. Ja, ku ke shkuar? Në Greqi. Në Greqi, çfarë bëre në Greqi, vole ullinj? Më të shumtin e punëve në një fabrik vaj kam punuar. Në fabrik vaj. Po. E si ishte, sa vite ndenjën në Greqi? Hajde për një 3-4 vjetë jam shkëputur. Vërtet? Pa atje sa ke qëndruar i bie shumë vite? Atje, jo, unë vinja me sezone. Me sezon. Po më mirë në Greqi apo në Roshnik? Shiko, më mirë se në vendin tënë nuk ka nasin në. E Më mirë vërtet se në kjo? vendin tënë, po. Ikën kur të duash, vjen kur të duash, bën çfarë të duash. Pa bën lek këtu është çështja, se a jetohet mirë këtu po punove? Po punoj be. Jeta be. Ti më the që në Greqi e bëje vajtje ardhe sepse kishe gruan këtu dhe fëmijët. Po. Gruaja të ka thënë ndonjëherë, po lëre Greqin për mua, hajde këtej. Ashtu ajo mund të thënë 100 herë se kishte edhe shumë prodhim ulliri që ta mblidhe dhe mblidhe sa ishin fëmijët e mblidhe me fëmijët. Pasandaj detyrohesh edhe vetëm, kështu që u detyrova pasandaj. Po xheloze ishte që ti ishe larg? A xheloze atë pyetni atë? Ha? Ke qenë xheloze? Ishim xheloze. Si ishe? Si ishe? E kishe mendjen te puna? 3 fëmijë. 2 çupa një djalë. U rritën, u shkolluan, u martuan, ikën njësh në Greqi, 2 janë në Itali. Çupa e madhe me gjithë djalin është në Itali. Çupa e vogël është në Greqi. Me ju kush do qëndroj nga fëmijët është çështja? Fëmijët kush të dojnë e të qëndrojnë. Neve me fëmijët kemi një marrëdhënie të shkëlqyer. Nuk detyroni që të qëndroj me ju, se zakonisht thuhet që qëndroni vogli me të shtëpisë. Mirë, të vogli kemi djalin. Djalin, e pas keni fiks. Fiks atje. Jeni bërë gjyshër? Ne presim të bëjmë. Kemi 21 vjeç që mbesën, po ju s'dukeni fare. Që s'dukemi ne? Po, vitet ikin. Vitet ikin. Dhe 2026 sapo vjen. Cili është një mesazh që ju doni të jepni gjithë shqiptarëve për vitin e 2026, vitin e ri? Secili ka mendjen e vet, po që të punosh në vendin tënd është shkëlqyer fare. Tani gjërat kanë ndryshuar. Rruga është, ujin e kemi, gjërat atje pse mos punosh në vendin tënd? Po të vesh në emigracion. Gëzuar, faleminderit që më mirëpritët. Gëzuar, e tini mirë dhe ju qoftë viti mbar dhe për ju e gëzuar atë mirë, atë tini mirë, në do që tini. Faridini dhe Mirjeta më dhanë edhe disa pala të tjera fiku, nuk e di çfarë do bëjmë me kaq shumë, po shumë faleminderit. Dhe të bëjmë mirë dhe gëzuar vitin e ri, me gjithë të dashurit edhe mbar, në do që tini, e tini mirë. Tani është pjesa programit ku unë gjej një market dhe shkoj të shoh fletorin e borxheve. Mbrapa meje ndodhet një market, kështu që le të shkojmë. Si jeni? Si kaloni? Kjo është hera e parë që unë vi në Roshnik, unë bëj një program që shkoj në fshatra të ndryshëm të Shqipërisë dhe në çdo fshat gjej një market dhe shkoj aty për të parë fletoren e borxheve. Ju keni një fletor e borxhes? Apo është kjo këtu? Që po ma bën me sy? Vetëm fletoren. Borxhet janë të lara pak. Janë të lara? Janë të lara, ja. Sa ka qenë shuma më e madhe që kanë lënë këtu borxh? 100.000 lek. Po ju çfarë keni ngarkuar këtu? Sell. Qa është kjo? Për të ngrënë lopo. Për të ngrënë lopa. Sa lop keni ju? Një. Me burrin jeni? Me burrin. Është shtuar dashuria? Jo, tani më keq. Dashuroni më shumë apo? Jo. Më pak, ziheni më shumë. Më shumë thot burri. Ne në jetën tonë nuk kemi zënë kurrë. Vërtet? Jo, asnjëherë. Jo, nuk dua llafe, unë as i çik. Ti je vetëm me vepra. Jo, unë nuk dua, për shembull, unë nuk e bëj veten time që të më flasi. Sillesh mirë. Jo, se bëj veten time të më flasi. A një gjë që nuk pëlqen ti te burri?
Që nuk pëlqen? Jo, mirë kam. Mirë e ke paketë të kompletuar. Në rregull. Për vitri tani çfarë do bësh? Për vitri, fëmijët s'vin, kemi për të patur, do therr një pul edhe një kaposh. Dy. Shumë mirë. Do bëj për sheshin, do bëj edhe baklavan. Po pasi të arri ora 12:00 apo gjumë? Jo, ngrihemi në atë çast se po na zuri do ngrihemi Do se. ngrini. Të shikoni fishek zjarret. A do vi baba gjyshi këtë vit? Po do vi që do bëj dhe do iki. Unë do vajneroj shumë, nuk po ju mbaj më gjatë, se ju pret lopa për të ngrënë jonxhën. Man, gjitha të punë kemi. Pafshim vit të mbar. Faleminderit. Pas vizitave në shtëpit e banorëve të Roshnikut, kam ardhur në agroturizmin Alpeta. Më kanë thënë që këto bëjnë lakrorin më të mirë të zonës, kështu që unë sot kam ardhur për ta mësuar ta holl vet dhe ta ha pastaj që pse jo. E jani. Dhe këtu jam me zonjë Lumturi. Mirë se të gjeta Lumturi. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta tani. Mbrapa këtu kemi Oxhakun, kemi dhe Saçin. Po. Por gjithçka nis me brumin apo jo? Po. Ti sa vite ke që punon këtu? Po bëj gati 30 vjet, po 10 vjetët e fundit ka më shumë vizitor. Ke më shumë vizitor. Dhe kush e di sa lakrora ke bërë ti? A e Prandaj pëlqen? plot, shumë. A lëpin gishtat? Po vendos përparsen, Po. sepse çdo gjë duhet jetë siç duhet. Lumturi, je gati që ne të lumturojmë njerëz me këtë lakror? Si fillon puna nga brumi? Tani do fillojmë, do bëjmë petën, Tani do e bëjmë një pet, unë një pet ti, po shi do ta bëj. inshallah na del për hajër. Shtrëngoj fort. Të shtrëngoj fort. A ka rëndësi forma? Ka. Se më na del trapez. Jo, jo. Duket po e bëj në formë zemre. Është shumë e vështirë, mua më duket shumë e Nuk e vështirë. shfare. Ti ja ke mësuar, ti Ja, ke ne vajza? ti e bere. Ke vajza? Kam 2 djemi një vajzë. Ah, ja ke mësuar vajzës. Ja kam mësuar. Di ajo të bëj. Di. Ah. E ke të martuar apo beqare? Jo, beqare. Beqare. Kur të vejte vjera të di të bëj lakror. Do dija se Nusja jote, a duhet ta ketë nusja jote kriter, nusja e djalit që të bëj lakror? po se diti do ta mësoj unë. Da e mësosh. Po. Uroj të mos jetë si unë. Atëherë, fillojmë. Kujtë se tani Tani e bere. më kapi inati mua tani. Let it Në qik snow, njel. let it snow, let it snow. Luma e nuse që do të marrin ty. Absolutisht! Luma e nuse që do më marri mua. Po shiko tani se unë do, nuse duhet të di të të holli vetë, se do rri unë do të holl direkt. Ja, do të shikoj ty ajo. Direkt. Me kontakto. Ndërkohë që Saçi po ngrohet, unë po marr prushin dhe e vendosim poshtë në mënyrë që të ngrohet edhe pjesa e poshtme e byrekut, edhe pjesa e sipërme. Pasi kemi vendos prushin dhe Saçi po ngrohet, është koha që të marrim lakrorin dhe ta vendosim në pozicionin përkatës. A e shikoni këtë drurin? Ky është druri i cili të ndihmon ta kapësh Saçin dhe ta çosh në pozicion. A përdoret kjo ana këtej? Andej. Është okay? Po. Super! Sa
kohë duhet zakonisht për ta pjekur lakrorin në saç? Saç do 15 minuta. 15? Ka shpejt? Ka shpejt se s'ka, me 2 petesh edhe Me 2 petë është e vërtet. Rikthehemi pas pak kur lakrori të jetë gati. Lakrori ynë sapo përfundoi me sukses. Mos digjem se unë kam zakon të digjem. Jam shumë krenar për këtë lakror, të cilin e tholla vet bashkë me ndihmën e lumturisë dhe tani do ta ha të gjithin vet. Me qënë se e tholla vet, e poqa vet, do ta pres dhe vet tani. I nxet direkt nga saçi. Por, është shumë i mirë dhe meritat për këtë nuk më takojnë vetëm mua, po i takojnë dhe lumturisë, e cila e ka qarë brenda lakrat, spinaqin, hitrat, të gjitha. Fantastika. Lakrorin e kisha qarë, ishte mua. Tani ka ardhur koha të shkojmë fiks në zemrën e Beratit, të vizitojmë dhe Kalan gjithashtu dhe pse jo të shpërndajmë disa dashuri me që se është Krishtlindje. Le të shkojmë, gëzuar. Si që a thash, do të shkoj në zemrën e Beratit dhe ndodhem aktualisht në zemrën e Beratit, e cila kush do jetë tjetër përveç se Kalas. Kjo kala e cila është një nga fortifikimet më të vjetra në Shqipëri, është 187 metra mbi nivelin e detit, thuhet që ka 24 kulla, të cilat ende sot ruhen, edhe pse disa prej tyre janë integruar si pjesë e mureve rrethuese. Duket sikur në këtë kala koha ka ndalur, çdo gjë është siç ka qenë, ama jeta vazhdon edhe sot. Tashmë ndodhem në një tabe, do thoni ju çfarë është tabja, është një platformë mbrojtëse ku në atë kohë, në kohën e perandorisë osmane, përdorej për vëzhgimin e luginës së lumit Osum, gjithashtu dhe për sulme me topa, me gjyre, bau. Thuhet që kalaja ka 3 tabe dhe kjo është një ndër tabet kryesore ku duket i gjithë qyteti dhe qendra e Beratit. Pikërisht e shihni atje do vetëm unë pas pak. Gati, kapitena, janë të gjithë on board? Si mungon Kitsi, babe? Po thuj pra, atyre të gocit marrim një nga ato të zëvendësoj. Okej, janë gjithë on board? Jemi gati, sepse sonte është Krishtlindja dhe jemi gati për të nisur slitën tonë. Ho! Gëzuar Krishtlindje, cili është një urim që do i jepni gjithë shqiptarëve? Të kenë shëndetin, të kenë dashuri. Ju jeni me bashkëshortin? Me bashkëshort, me ke do je, me botën. Ju keni ende dashuri edhe pas kaq shumë vitesh? 40 vjet bashk. 40 vjet bashk dhe vazhdoni ende të jeni të dashuruar. Të dashuruar, ashush. Tani, Beratit tonë që janë mistreca, jo ti është mistrec? Jo s'është. Ne Beratit jemi më të emën të Republikën e Shqipërisë. Më të ëmblit. Në qoftë se ti vjen në shtëpinë time, ti do ndihesh njësoj si kur jetë e mamaja jote dhe te babai. Me vërtet mos të kisha ardhur më parë, pse lash për darkë. Zonja, gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri. Gëzuar. Çfarë është një urim që do jepni të gjithëve? My best, you're the boot camp. We're the camp? My best, My best? you're Your? boot camp. Boot camp. Okay? Sa do me thënë kjo? E par, ata që din në anglisht e ta kuptojnë. Anglisht për Hajdeni në vitin tim më të mirë, hajdeni tek trajnimet e mia. Gëzuar 2006-ën, edhe 27-ën. Edhe 27-ën, pra me ofertë, 2 vite. 2 vite. Bravo. Qa urimi do t'i japësh të shqiptarëve? Qa të themë, po atë gëzori, festat edhe tikin që këtu. Pse? Ke që do, po ja vjetë tu me ty? Po rjetu. Qa problemi ka mund? Qa, thotë rjetu me ju, Po pse, qa problemi ka mund, re? Po. Unë jam ala me të shuni, re? Pa të tjerë në i kemë.
vetëm. Po ç'mund nga unë me tjerë të re? Po a dilni bashkë? Po nuk dalim gjithmonë bashkë në re. Do pish në gjë. Qa do m'japësh? Qa duash? Ore shqiptarëve është Krishtlindje sonte, qa do japësh? Po, ju uroj Krishtlindjet edhe t'ja uroj një vit sa më i bukur dhe më i mirë. Sa më shumë Sa më shumë dashuri. lek, Ti po. ke dashuri në zemrën Ha, tënde? më ja, mos kisha dashuri s'vjet u takoj aty. Bravo. Po vajzat ata kanë marrë zemrën? Ama, Njëra apo disa? ka plot. Ka plot ka vend për të tërë. I shoh rakide, pi bashkë i shoh. Hajde, ku je? Për ty kam gode speciale nga Amsterdami. Ua, sa e bukur, fiks për mua. Bushe, ka është kjo? Rakide kandel. Pa. Ajde tosi. Gëzuar, qa urimi do japësh para se ta pish? Qa dhe apin gëzuar festat të shqiptarët. Isha nga gjeme le ky vit i ri. Po nuse? Da se shpejt për nusën. Gëzuar! Sonte është Krishtlindje, dhe ndoshta jo të gjithë e ndjejmë njësoj. Disa janë pranë familjes, disa larg, disa me një mungesë që nuk mbushet dot as me dhurata. Krishtlindja nuk është thjesht një fest, është një dritë e vogël që ndizet brenda nesh. Është një kujtim, një falje, një përqafim që nuk e kemi dhënë ende, një të dua që nuk ja kemi thënë akoma dikujt. Është ajo heshtja e bukur që të fton të ndalesh për një çast dhe të pyesësh veten, a isha mjaftueshëm i mirë këtë vit? Sonte, le ta shpërndajmë dashurinë pa kursim. Një fjalë të mirë për dikë që se pret. Një mesazh për dikë që e kemi harruar t'ja themi sa të rëndësishëm janë për ne. Sepse ndonjëherë mrekullia e Krishtlindjes nuk është ajo që marrim, por ajo që japim. Një cop nga koha jon, një grimc nga zemra jon. Le të jemi më të butë me njëri tjetrin, më pak gjykues, më shumë njerëzor. Sepse secili mund t'je duke kaluar diçka që nuk duket nga jashtë. Dhe kur kjo ditë të mbaroj, le të mos mbaroj edhe drita. Le të marrim me vete në ditët në vijim, në fjalët tona, në veprimet tona, në mënyrën si duam. Le të dhurojmë dashuri sado pak. Sot, nesër, sepse kur gjithçka mungon, dashuria mjafton. Gëzuar Krishtlindjet nga unë. Dhe mos harroni që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla. Pafshim. ¡Ándale!